Salmonela në Kopësht, prindrit e fëmijëve të helmuar protestë para Bashkisë së Gramshit, ushqimi nga jashtë qytetit. Prindrit e fëmijëve të Kopshtit publik në Gramsh, të cilët u prekën nga salmonela, kanë dalë në protestë këtë të hënë ku kërkojnë hetim për rastin. Përgjigjen e ka marrë dje pas disa shereve në Kopësht nuk na jepnin përgjigje. E kishin për ta marrë që të shtunën, thonin që nuk jepet kështu përgjigja, ne nuk kemi marrë asgjë nga ana e tyre, përderisa është një sëmundje ngjitse mbase duhej një person, mbase nga infektivi të na orientonte për masat që duhet të merren. Askush as nuk na ka pyetur se si është fëmia, nuk ka ardhur njeri fare në shtëpi, s'më ka marrë njeri në telefon, i ka marrë fëmijët vetëm një mjekim që i ka marrë me lekët e mia, nuk kam përkushtim nga shteti, nuk është gjikundi. Pjesëmarrja në protestë është e ulët sepse ne i njohim dhe kam frikë se mos ikin nga vendet e punës, por mua përpara fëmijës tim nuk më intereson asgjë. Duam të zbardhet e drejta. Me sa shoh është një tender që i është dhënë një biznesi jashtë qytetit ton, thon një prind. Fëmia është më shumë se 72 orë në serum. Te fëmia im ka qenë rasti i parë, pasi dolën analizat, e kemi trajtuar në shtëpi. Fëmia kishte të vjella dhe diare çdo 10 minuta. 72 orëshi ishte një tmerr. Kam binjak dhe shqyr që fëmia tjetër nuk u sëmur. Jemi të bindur se fëmijët tan janë helmuar në Kopësht. Nusja thot se kanë konsumuar supën e pulës nga informacione jo zyrtare. Kam frikë se mos përhapet sëmundja dhe fëmijën po e mbajnë në banesë, shprehet një tjetër prind. Është i konfirmuar me salmonel. Njoftimin e mora nga edukatorja të hënën që djali është me temperaturë. Sot po bëhen 8 ditë që vazhdon me dhimbje barku diare. Për dezinfektime janë bërë në Kopësht dhe spital. Drejtoresha nuk ka qëndruar korekte. Kam edhe një gocë se kemi çuar analizat, presim përgjigje. Goca nuk ka shfaqur simptoma, ne jemi të kujdesshëm. Në fillim nuk e dinim. Doktoresha më dha mjekim si viroz tine dhe nuk e dinim, pastaj të njëjtën e morëm vesh. Sot ne bëjmë 8 ditë që jemi trembur dhe gjendja ankthi e shoku, kërkojmë siguri për ushqimin që konsumojnë fëmijët, thot një prind tjetër. Fëmia im ka që të martën infektuar, fal mjekës që na dha ilaçin dhe është mjekuar, është disi më mirë, ka rënë temperatura, por dhimbjet e barkut vazhdojnë. Nuk jam i sigurt për ta çuar fëmijën prap në Kopësht, ka thënë një tjetër prind.